Pikun e Partisë Demokratike, zyra juaj kishte retushuar Lulzim Bashën, 8 vjet kryetari i Partisë Demokratike, i mirë apo i keq, ju ka drejtuar për 8 vite. Ju nuk e ndjet për ta vendosur Lulzim Bashën, të paktën një fraksion sekondi në atë klip? Spari të siguroj që po ta kisha bërë unë atë klip, do ta kisha bërë ndryshe. Por, po të kisha vu Lulzim Bashën, do t'i vija një kryq, të kuq. Sepse Lulzim Basha e dëmtoi opozitën shqiptare, pra, nuk them se nuk mund mos ishte, po do ishte me një atë që meritonte. Dhe besoj se u përgjigja këtu. Po. Dhe Ja. Prandaj të lutem shikoj pak me vëmendje. Faleminderit Floriana. Bravo. E shef, paska qenë, mos thoni. Në punën e tij ishte.